Partia Socialiste ka nisur një proces të gjerë në gjithë territorin, i kombinuar me strukturat e saj, me qëllim riorganizimin dhe forcimin e organizatave në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e asamblesë theksoi se si në të shkuarën dhe sot, PS hyn në fazën tjetër të punës për zgjedhjet e ardhshme, duke u bazuar në analizat e bëra dhe kapacitetet në terren. Sipas tij ka të gjitha arsyet për të besuar se rezultatet e ardhshme do të jenë edhe më të mira se në zgjedhjet e shkuara. Kemi këtu për të nisur një proces i cili është i proces i kombinuar i komunikimit intensiv të Partisë Socialiste në të gjithë territorin, së bashku me riorganizimin tërësor të Partisë Socialiste, si domosdoshmëri për vetë procesin zgjedhor në organizatat socialiste në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Siç kemi bërë në të shkuarën, edhe sot ne hymë në fazën tjetër të punës sonë për zgjedhjet e ardhshme, të cilat duke u nisur edhe nga analizat e bëra, duke u nisur edhe nga forcat që do të kemi kapacitetin të disponojmë në terren, kemi të gjitha arsyet të besojmë se do të jenë me një rezultat edhe më të mirë se zgjedhjet e shkuara. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që procesi të jetë një proces i hapur, të jetë një proces me njerëzit, përtej guackës së organizatave të Partisë Socialiste, ku pa diskutim do të hymë për të bërë të gjitha gjërat e nevojshme që organizatat të dalin të energjizuara nga procesi i brendshëm zgjedhor, dhe me njerëzit dhe për njerëzit do të thotë edhe një përballje në të gjithë territorin me të gjitha të vërtetat tona. Kryeministri Rama foli edhe për numrin e deputetëve në kuvend. Ai theksoi se do të zbres numrin e deputetëve dhe sipas tij kjo duhet të kishte ndodhur më parë. Mëtej kryeministri theksoi se do të thërras shqiptarët në referendum. 10 legislatura kanë hyrë dhe kanë dalë në Kuvendin e Shqipërisë 1136 deputet. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhet më shumë deputet. Po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Ligji i ri për referendumet është plotësisht i realizueshëm brenda këtij sesioni të legislaturës. Rama njoftoi se prefektët do të marrin kompetenca të reja dhe nuk do të jenë më vetëm zyrtar që mbikëqyrin vendimet e kryebashkiakëve. Ata do të veprojnë si zëvendës ministra të brendshëm në terren. Prefektët do të marrin një fuqi tjetër. Është bërë projekti dhe kështu ata në territor nuk do jenë më njerëzit që rrinë dhe firmosin vendimet e Këshillit Bashkiak, ose pastaj kur duan të gricen me kryetarin e bashkisë nuk i firmosin. Prefektët do të jenë 12 zëvendës ministra të brendshëm në territor. Dhe do të jenë një mbështetje shumë e fortë e qeverisë dhe e komunitetit në funksion të gjitha atyre gjërave për të cilat bashkitë sot kanë nevojë. Po ashtu, ne po vazhdojmë të fuqizojmë emergjentat civile. Tani më jemi në gjendje të fillojmë të shtojmë flotën e zjarrfikseve duke i prodhuar zjarrfikset në Shqipëri, me kompaninë tonë publike të ngritur jo shumë kohë më parë. Ndër të tjera, kryeministri foli edhe për paketën e maleve. Rama u shpreh se asnjë kryetar bashkie nuk do të rikandidohet në zgjedhjet e 2027-s pa 10 kontrata të firmosura për paketën e maleve.